Karriera e tyre kishte ndikuar negativisht në marrëdhënie. Gjatë rasteve të veçanta si dita e Shën Valentinit dhe përvjetorit të tyre, Alex dhe Kristi shkonin gjithmonë për një darkë të thjeshtë në një restorant. Në vetë që të mendonte se këto darka ishin romantike, Kristi shpesh i konsideronte ato si një rutinë, pasi ishin të njëjtat çdo vit. Kristi gjithmonë ndërronte të udhëtonte në përbotë dhe të përjetonte kultura të reja. Meqense nuk ishin fëmijë, ajo mendonte se kjo do të ishte e mundur dhe se mund të forconin marrëdhënien e tyre përmes këtyre udhëtimeve. Megjithatë, Alex gjithmonë i refuzonte propozimet e saj për udhëtime, duke thënë se ishin të shtrenjta dhe të panevojshme. Ai këmbgulte të kursente për të ardhmen që të mund të shkonin në këto udhëtime pasi të dilnin në pension. Përfundimisht, Kristi humbi dashurinë për të. Ajo ndjej se jeta e saj ishte një rutinë dhe se thjesht shkonte në shtëpi për të fjetur dhe ngrënë. Për të përkeqësuar gjërat, Alex u diagnostikua me një formë të rrallë kanceri që i kufizoi ditët, duke e bërë të vështirë për Kristin të largohej nga ai. Para se të vazhdojmë, sigurohuni të abononi në kanalin ton. Klikoni butonin e pëlqimit dhe aktivizoni zilen e njoftimeve për më shumë histori të mrekullueshme. Një ditë ndërsa po kthej nga puna, Kristi mori një telefonat nga spitali. Zonja Carson, bashkëshorti juaj nuk është në gjendje të mirë. Është mirë të vini me një herë këtu, tha infermierja. Edhe pse mendimi për vdekjen e Alexit në moshë të re i theu zemrën Kristit dhe i bëri stomakun të përdridhej, ajo dinte se dashuria e tyre kishte ngecur dhe nuk kishte shkëndija. Megjithatë, ai ishte ende bashkëshorti i saj, me të cilin kishte kaluar pjesën më të madhe të viteve të adoleshencës. Ajo voziti drejt spitalit duke u përpjekur të mbante lotët. Filloi të mendonte se ku kishin shkuar gjërat keq dhe si mund të kishin ndryshuar nëse të dy do të ishin përpjekur më shumë si çift. Kur Kristi mbërriti në spital, Alex ishte i lidhur me disa makina dhe mezi fliste. Megjithatë, ajo përpoqte të fliste me Kristin për t'i treguar se si ndjej vërtet. Kristi, filloi ai të thoshte. E di që nuk arrita ta provoj këtë për ty, por dua ta dish që të dua më shumë se çdo gjë në botë. E kuptova në një moment që kjo dashuri mund të mos jetë ndërsjellë mes nesh. Ndau ai ngadalë, pasi kishte vështirësi në frymëmarrje. Të dua, Kristi, dhe nuk prisa të largohesha nga kjo botë kaq herët. Kisha kaq shumë gjëra të planifikuara për ne, tha ai duke kërkuar dorën e Kristit. Ajo shtriu dorën dhe mbajti ndërsa i vazhdoi të fliste. Këto janë orët e mia të fundit dhe nuk ka asgjë që do të doja më shumë se sa t'i kaloja me ty. Kur të vdes, do të doja të merrja një copë nga ty me vete, kështu që të lutem, në funeralin tim, vendos diçka në xhepin tim që është e jotja, që ta mbaj për gjithmonë. Në këtë pikë Kristi po qante. Edhe pse kishte humbur dashurinë për Alexin, ajo ende e donte dhe konsideronte një pjesë të madhe të jetës së saj. Të premtoj se do ta bëj këtë, Alex. Mos u shqetëso shumë për mua, unë do të kujdesem për veten, kështu që ti pushoj qetë dhe më shikon nga lart, në rregull? Jam me lumtur që nuk do të vuash më gjatë, e siguroi ajo. Alex u ndikoi ndërsa vazhdonte të mbante dorën e Krist. Nëse nuk është shumë për të kërkuar, a do të ishte në rregull nëse varrose me kostumin tim të preferuar blu? Ti e di si për cilin e kam fjalën. Krist u ndikoi. Sigurisht, por mos e mendo këtë tani. Le të shijojmë këtë moment bashkë, në rregull, duke u përpjekur të buzëqeshte. Për disa nga orët e ardhshme, Chris qëndroi pranë Alexit. Ata dëgjuan muzikë, kujtuan ditët e tyre të rinisë dhe ndonjëherë qëndronin në heshtje, thjesht duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Atë natë Alex ngadalë ra në gjumë dhe nuk u zgjua më. Lam të mirë, Alex. Faleminderit. Përshpëriti Kristi ndërsa i ndaloi së jetuari. Lotët i rodhën nga sy dhe ajo qau në heshtje, ndërsa mjekët dhe infermierët filluan të hiqnin telat e lidhur me trupin e tij. Në funeralin e tij, ajo ju afrua atij për herë të fundit dhe vendosi me kujdes medaljonin e saj në xhepin e palltos së tij. Medaljoni ishte i rëndësishëm sepse ishte dhurata e parë që Alex i kishte dhënë kur ishin ende në kolegj dhe kishte një nga fotot e tyre të para bashkë në të. Dua të kujtoj për kohët tona të mira dhe jo për atë që ndodhi vonë në martesën tonë. Faleminderit për vitet e mrekullueshme, Alex, i tha ajo në heshtje ndërsa vendoste medaljonin brenda xhepit. Ajo vuri re një copë letër brenda dhe nxori me kujdes. Për Kristin, shkruaj me dorën e Alexit.
Ajo nuk e kishte parë kurrë më parë, por kuptoi që Alex duhet ta kishte parashikuar vdekjen e tij para se ta vendoste aty. Ajo vendosi ta lexonte në fund dhe e futi në xhep. Atë natë kur u kthye në shtëpi, ajo u përgatit për të lexuar shënimin. Aty Alex kishte shkruar: E dashur Kristi, të kam dashur gjithë jetën time dhe jam i lumtur që e ti ajo me të cilën zgjodha të kaloja pjesën tjetër të jetës time. Më vjen keq që në procesin e dëshirës për të provuar dashurinë time për ty, harrova të jetoja në të tashmen dhe për shkak të kësaj, diku gjatë rrugës u bëm të largët. Më kujtohet kur ishim më të rinj. Ti flisje për ëndrrën tënde të përjetshme për të hapur një kafe pranë oqeanit, ku mund të pjekje recetat e tua të shijshme të kekëve dhe të shërbej ushqime të shijshme për klient. Kur nuk e harrova këtë, kështu që çdo ditë ky ishte motivimi im për të punuar kaq shumë. Më vjen keq që kjo më mori gjithë kohën dhe të neglizhova në proces. Isha kaq afër të shija duke realizuar këtë ëndër, Kristi. Në kasafortën time ka një librez bankare në emrin tënd. Aty kam kursyer mjaftueshëm para për ty që të hapësh biznesin tënd. Gjithashtu, aty ka një zarf me dokumente për blerjen e një parcele toke me një vilë të vogël me pamje nga deti. Këtu mund të ndërtosh kafen tënde. Nuk isha planifikuar të largohesha nga kjo botë kaq herët. Doja të hapja këtë kafe bashkë me ty. Më vjen keq, por dije që jam gjithmonë me ty në mendje dhe shpirt. Të dua me gjithë zemër, përjetësisht, Alex. Lotët e Krist turbulluan fjalët në shënim, duke zbuluar emocionet e fshehurat e Alexit. Pendesa i mbushi zemrën për mos adresimin e problemeve të tyre më herët. Ajo dëshironte të kishte parë për temë pamjes së tij stoike dhe të kishte luftuar për marrëdhënien e tyre. Me çdo fjalë pesha e mundësive të humbura rritej, duke mbytur me keqardhje. Tani, shansi për të ndrequr atë që ishte prishur i kishte ikur, duke lënë të zhytur në trishtim. Më vjen keq që u dorëzova kaq shpejt, Alex. Qau Kristin me vete. Do të doja të ktheja kohën mbrapsh. Atë natë ajo ju lut Alexit gjatë gjithë kohës, duke i folur për pendimet dhe dëshirat e tij. Edhe pse ju desh pak kohë për të kapërcyer vdekjen e tij, ajo ngadalë u ngrit në këmbë dhe filloi të planifikonte hapjen e kafes, ashtu siç do të kishte dashur Alex. Pas disa muajsh, ajo ishte gati të niste më në fund kafen e saj. Ajo e quajti atë sipas burrit të saj, kafeneja e detit e Xhaxhi Al. Historia Alexit dhe Krist na kujton sa e çmuar është koha që kemi më të dashurit tan dhe sa e rëndësishme është të jetojmë në të tashmen, duke ushqyer marrëdhëniet tona me dashuri dhe përkushtim. Me gjithë pendimet dhe mundësitë e humbura, dashuria e tyre qëndroi fort, edhe përballë sfidave dhe humbjes. Përmes kafenes, Kristi jo vetëm që realizoi ëndrrën e saj, por gjithashtu nderoi kujtimin e Alex, duke mbajtur gjallë trashëgimin e tyre të përbashkët. Kjo histori na fton të reflektojmë mbi prioritetet tona, të guxojmë të ndjekim ëndrat dhe të mbajmë gjithmonë afër ata që duam, sepse dashuria, edhe kur përballet me trishtimin, ka fuqinë të krijojë diçka të bukur dhe të përjetshme.